Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve për shëndetin, bollokun dhe për financat, për dashurinë. Pra është një energji e cila nuk rezonon me të gjithë. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe fillojmë. Pra sot, energjia e përgjithshme e tarotëve për dashurinë, për financat, për shëndetin, për bollokun. Dhe kemi Mbretëresha e Shpatave, një person shumë i fuqishëm, e cila është në këtë pronë dhe falenderon universin për qiellin e saj të pastër dhe përreth që i ka marrë toka magnet. Është e fokusuar tek pjesa e lekëve, tek pjesa e bollokut. Sepse me këto moneda që fjon dhirë, me këtë bollok që fjon mbretëresht dhirë, nuk është shumë e kënaqur, pra do të krijojë një biznes tjetër për të shtuar pjesën e financave në jetën e saj. Kemi këto mesazhe dashurie në qiell të pastër. Këto mesazhe janë mesazhe dashurinë, mesazhe për një punë të mirë, për një financë të mirë, për një bollok të mirë. Ky princ me këtë mesazh vjen i gëzuar tek ju për t'ju sjellë këtë lajm të mirë. Tek pjesa e bollokut, tek pjesa e dashurisë, tek pjesa e shëndetit të mirë. Kemi këtë princ. Ky princ është pak egoist, pak fudull, me pjesën e asaj delirit që ka brenda vetes tia, delirit madhështisë. Po, të bën mirë ndonjëherë, dhe pjesa e bollokut, e dashurisë, e financave, që të jesh i bindur tek vetja jote, që gjithçka do dhe pjesën e egoizmit, do dhe pjesën e delirit të madhështisë, të jesh i lumtur për këto gjëra që ke arritur me forcat e tua. Kjo sultanesh tregon që është një person në jetën tuaj që mban sekrete dhe mistere. Është një person i qetë në një marrëdhënie që keni midis njëri tjetrit. Është energji e përgjithshme që rezonon me disa prej jush. Kjo karrocë, në të cilën ndodhet kjo perandore, ecën drejt perspektivave të shkëlqyera, drejt marrëdhënieve, drejt financave të mira, drejt bollokut, drejt bizneseve të mrekullueshëm. Sepse kjo perandore në këtë karrocë ka dritat e universit në çakrën e kokës dhe në çakrën e zemrës, në çakrën e kraharorit, që e shkëlqejnë, ndriçojnë rrugën drejt bashkive, drejt bekimeve në jetën e saj. Pranë, kjo perandore ka dhe këtë mbret të kupave. Një person që do shumë pjesën e drejtësisë dhe të barazisë. Dikush kërkon të largohet, do të bëjë këtë rrugë që ndihmohet nga hëna dhe nga dielli, por nuk vendos sepse ka bollokun e tij, ka këto kupa që ka mbrapa. Por thot, ky lajm i mrekullueshëm që vjen në këtë dritare, në këtë oazë, hapet këtë dritare dhe vjen ky lajm i mrekullueshëm, transformon jetën tuaj në çdo aspekt, në financa, në pjesën e dashurisë, një lajm i mirë, dhe në pjesën e shëndetit. Ju do të keni një shëndet të mirë. Me një lajm për pjesën e shëndetit. Këto ishin energjitë e tarotëve të përgjithshme për shëndetin, për bollokun dhe për dashurinë. Faleminderit shumë, miqtë e mi.